Shqipëria çeli grup kapitullin e radhës të negociatave me Bashkimin Evropian që çon në 4 nga 6 grup kapitujt për të cilat nisën bisedimet. Në Bruksel nga Tirana ishin 3 ministrat që përfaqësojnë vendin në tryezën e Bashkimit Evropian. Ai i punëve të jashtme Igli Hasani, krye negociatorja Majlinda Dhuka, si dhe ministrja Adea Pirdeni. Konkurrueshmëria dhe rritja e gjithëpërfshirëse është grup kapitulli që Shqipëria hap nga 6 në total, duke kaluar në renditje edhe para Serbisë, e cila i ka çelur negociatat qysh në vitin 2014. E megjithatë, as për një dekadë nuk arriti që t'i hap të gjithë kapitujt negociues me Bashkimin Evropian. Ministri për Europën dhe punët e jashtme Igli Hasani, i cili kryesoi delegacionin shqiptar në Bruksel, thotë se ky hap është reflektimi i progresit të Shqipërisë në rrugën drejt BE-s. Ai nënvizon gjithashtu se rrugtimi ynë drejt Bashkimit Evropian nuk ka qenë ndonjëherë kaq i qartë dhe kaq i vendosur. Një gur themeli i ri i hedhur në hapjen zyrtare të grup kapitullit 3. Konkurrueshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse gjatë konferencës së 5 ndërqeveritare të mbajtur në Bruksel. Hapja e 8 kapitujve të rinj reflekton progresin e bazuar në merit të Shqipërisë dhe është një tregues i qartë se sa shumë kemi arritur brenda një kohe shumë të shkurtër, është shprehur Hasani. Kryeministri Edi Rama e vlerësoi ritmin e lartë me të cilin po punohet për integrimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, pas hapjes edhe të grup kapitullit të 3 ditën e sotme në Bruksel. Kreu i mazhorancës reagoi me anë të një postimi në llogarinë personale në rrjetin social Facebook, duke u shprehur se rruga e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian vazhdon pa ndalim. Deri më tani janë hapur negociatat për 24 kapituj në vetëm 8 muaj dhe mbeten vetëm 11 të tjerë për t'u hapur. Një ritëm tejet i lartë që tregon përparimin e Shqipërisë, si dhe mbështetjen e Bashkimit Evropian për të arritur objektivat e përbashkët të mbylljes së negociatave në 2027. Edhe Komisionierja Europiane për zgjerim Marta Kos uroi Shqipërinë për hapjen e grup kapitullit të 3, duke cilësuar një hap tjetër sa më afër Bashkimit Evropian dhe urime Shqipërisë për hapjen e grupit të 3 mbi konkurrueshmërinë, si dhe rritjen gjithëpërfshirëse sot. Kjo do të thotë një ekonomi më e fortë shqiptare në dobi të qytetarëve tuaj dhe një hap tjetër më afër Bashkimit Evropian. Zgjerimi i BE-s ka të bëjë me përparimin ditë pas dite, shkruan Marta Kos në rrjetin social X.